Unë në këtë lloj hetimesh dhe dënimesh që presin shqiptarët që të ndryshojë politika me anë të SPAK-ut, me anë të drejtësisë, unë e refuzoj, sepse ne kemi kaluar një herë 1945-ën, ku më zhdukemi klasë politike me gjykata, me gjyqe speciale, edhe e sollëm me Verhoxhën me bandën e tij dhe bëri Shqipërinë çarçaf. Tani unë këtë lloj qasje që dëgjoj në media nga politikanë të rinj që doin të marrin votat e shqiptarëve dhe nga njerëz të cilët thonë SPAK-u duhet të ndryshojë klasën politike e në veris, është qasje bolshevike, është qasje e tipit Beria, nuk ndërtohet, nuk klasa politike ndërrohet me vot, nuk ndërrohet me gjykata dhe me drejtësi. U munduan Amerikën të ndryshonin Trumpin, u ndryshuan Amerikë dhe ka përdorur. Kjo është përdorur, po përdore sot të rëndom në Europë. Në Rumani dojë të hiqin, më falë. Kjo është qasje e rrezikshme, qasje e rrezikshme e një drejtësie të kapur si SPAK-u, edhe një gjykate që është kthyer në togat e kuqet për shkatimit. Unë këtë lloj e në verisë jam avokat, e kuptoni apo se kuptoni? Këtë e në verisë është politike. Pra, kjo është ajo që po them. Nëse ne duam të heqim Ilir Metën, Sali Berishën, e tjetrin me tjetrin, me vendime gjykatash, kjo nuk përbën gjë tjetër, përbën një shtet terrorist, pra. Përbën një drejtësi terroriste dhe nuk ka lidhje me shtetin së drejtës. Këtë po them, pra. Nëse njerëzit duan që të ndryshojnë politikën me vot, duhet ta ndryshojnë me vot, jo me gjykata, as me vendime inkuizitore dhe hetime gjykose. Jo, shikoj një sekond. Nëse janë të korruptuar, duhet të hetohen dhe të dënohen në formën e shtetit së drejtës. Ke presidentin e Republikës pori 6 muaj në paraburgim. Ma thoni ju mua pse pori paraburgim. Më thoni njerësh, marrë një në pyetje, kjo është drejtësi terroriste, e bër, flet anglisht, po sillet me jo. Kjo është një drejtësi që flet anglisht, po është me metodat e Stalinit, me metoda bolshevike. Kjo është ajo drejtësia e re që ju doni. Është ajo drejtësia e gjyqtares atje, asaj gjyqtares që ishte me vendim gjykata e dënuar atje. Ja, kjo është drejtësia. Dhe kjo është një drejtësi e cila është lakuriq dhe ne duhet i vëmë durt që ta mbushojmë lakuraqësinë. Absolutisht jo. Është një drejtësi sot në Shqipëri, është drejtësi terroriste, nuk është drejtësia e shtetit së drejtës, sepse paraburgimi shqiptare sot janë 70% e popullit paraburgosur, e popullit në burg është i paraburgosur, 30% janë pa vendime gjykatash, janë pa akuzë akoma, e dini apo jo? Dhe ne po jetojmë në një vend inkuizitorësh, në një drejtësi inkuizitore, ky është thelbi i gjës. Tani do ta sqarojmë publikun pra, kjo është. Mund të flasun në qëse hyra me 20 minuta vonesë. Avokati nuk ka pse të irritohet kundrejt. Se ka me ju, nuk e ka me ju thonë çfarë doni. Se ka me ju, o zotri, vazhdo thoni çfarë doni. Prandaj kemi... Shiko, unë në studio nuk vi të debatoj për me emra, unë vi në studio flas për parime, kaq, baron film, unë s'flas me emra, s'kam as emra, s'bëj emra unë në studio. E kam natyrën time, unë jam aristokrat nga natyra, nga rasa. Nëse një politike që e ka vjedhur këtë popull 34 vite dhe e ka plasur shpirtin nuk është kandidat e ditë. Populizëm o ardit. Unë e di si e kandidat, po është populizëm pra, nuk është drejtësi, unë jam avokat, do ta mbroj këtë tezë, se ju flisi për populizëm. Nuk kjo është populizëm, po pra. Qëndrimi jo është politik. Unë thash këtë, një person i cili arrestohet në shtator, si Ilir Meta, do ishte mirë që të ishin kopsitur provat. Po pse arrestuan? Shikoj që erdhet e unë që është drejtësia inkuizitore pra. Erdhet e kumbrat e debati im që po them pra. Unë po them këtë, që o dënoje dhe mbaje brenda, ose lejet lirë, këtë po them. Po pse duhet arrestoje? Atë po them dhe unë pra. Po flasim një të gjë pra. Po pra. Dhe thuaj këtu, po, ti je nga ata që thua lezjasi gjyq 20 vjetë. Unë dua gjyqi special o zotrim në të raste. Jo, ardit. Jo, kemi patur 3 herë gjykata speciale në këtë vend. 3 herë kemi patur gjykata speciale, kemi dështuar me të 3 rastet, kemi bër 3 herë gjykata speciale. Bëri Fanoli e mbani më 24-ën, bëri Verhoxha 45-ën, bëri dhe tani George Soros i Medi Ramën në 2015-ën. Tani, nëse ju të 3 këto raste, të 3 raste ju dukeni koincidencë, mua nuk janë, për mua janë të mirë kalkuluara, për mua janë për të bërë inkuizicion, sepse kjo drejtësi sot, nëse juve ju duket si popull, ju duket drejtësi, për mua si avokat që ndeshem çdo ditë, për mua është inkuizitore. Kjo është ajo që duhet të them. Po pra. Tani edhe mua, tash unë anoj ke 75% i popullit që mendoj kështu. Po jo, nuk se unë sepse mendon, nuk thash që mendon. Ti je 25% Gjoarditin, ti je 25% që mbron që mbron gjyqtar dhe prokuror të shkarkuar për lidhje me krimin dhe pasurim,
që le të kandidojnë për deputet dhe le t'i kemi në parlament. Shiko, a i gjyqtari dhe prokurori që thua ti, a i gjyqtari prokurori thua ti njerë, nuk është shkarkuar absolutisht, a i ka dhënë dorëheqje dhe nuk ka asë një vendim shkarkimi, dhe nuk ka të drejt fare kush që t'i thot është i lidhur, se s'ka një vendim gjykate që t'i thot ati e lidhur me krimin. Me krimin, kryetare e gjykatës speciale ka dale lidhur, ka dale falsifikatore në Greqi, kryetare e gjykatës speciale. E di që a do sot apo jo? Ajo ka dënuar njerës ajo gjyqtare kur ajo ka mashtruar opinionin publik dhe ka kaluar vetingun. Kjo gjyqtare ka hetuar dhe ka gjykuar. Kjo që doli dje vendimi. E pra, kjo do të shqetësoj. Një sekundë, avokat, me qëse e njëri i ligjit, ta qartësojmë këtë punën e gjyqtares. Tani, a ka marrë një dokument nga ana autoriteteve greke i cili vërteton që nuk është dënuar? Ajo ka marrë një dokument i lirë, shiko që ka marrë, o i lirë. Prokurorisë e Selanikut apo asaj të Atinës? Sepse unë jam në brendit të kërkesës. Tani, jam unë në brendit të asaj kërkesë. Ekziston një dokument që e ka paraqitur e zoti Berisha. A i dokument është marrë nga Selaniku apo nga Athina? O i lirë, shiko, nëse ti i kërkon shtetit grek, apo shtetit italian, apo shtetit gjerman, një i thua që shiko, ka dënim penal apo jo, a i të thot që nuk ka. Por ti duhet ta kërkosh te vendi ku ti je ke patur problematikë. Jo, në Janin, pra ka dënuar qarku Janinës. Këta i kanë kërkuar, ka masa administrative nga gjyqtari që Rena Gjoka, po normali që ata nuk kanë, jo, këta i kanë bërë kërkesën kështu. Ta themu që ka bërë se ka parë vetë kërkesën, nuk është e pa them. Ka parë kërkesën, ka parë e përgjigjen e Greqisë. Jo dije, e ka parë para një muaj. E kanë kërkuar, i kanë thënë, ka masa administrative nga shteti grek, nga gjyqtarës nga Filan Fisëkes, ata ka thyer jo, se s'është masa administrative. Kërkesi është dërguar në Athinë, po thua. Në Athinë. Nuk i kanë kërkuar, ka vendim penal për këtë apo jo. Kaq. Këta i kanë kërkuar qësoj, të kërkoj unë të tatimet nëse unë kam probleme administrative apo jo. Unë do të shë të drejtorie burgjeve për të marrë gjine gjyqësore. Jo të drejtorie tatimeve, jo të gjykate apelit administrativ. Sepse atje normalisht unë nuk kam. Dënimi penal kërkohet gjithmonë në vendin ku ti ke patur problemin. Ka i shumë e thjesht pra. Po në Janin kush e bëri kërkesën atje te ka bëri një subjekt, mund ta bëj edhe ti, mund ta bëj edhe unë, s'ka asnjë problem. E ka bërë Fredi Beleri, që është njeriu i përresuar, që është dënuar nga kjo gjyqtare. Po s'ka asnjë rëndësi statusi. E ka bërë si eurodeputet, i jepet e drejta me merë atë, ju tani do të merrin te forma, merruni me forma, do të flas për përmbajtje. Derisa fole për gjyqtaren, unë kam detyrimin që ta shiko, unë këtë e dia. Unë këtë gjyqtar e njëja se ka qenë në fierë, një fëmijë, nuk është se unë e dia këtë gjë. Ardit, si qëndron e vërteta e kësaj historie? Unë nuk e kam monopolet vërtet.